fëmijë, edhe fëmijët kanë të drejtat e tyre duke filluar nga e drejta e tyre në barkun e nënës. Ju e dini që kur një grua mbetet shtatzën, pregnant, apo, pas 4 muajve, Allahu bebës në barkun e nënës, 4 muaj si të bën, ditë me ditë, Allahu ja jep shpirtin. Edhe prej ati momenti, e ke pa gratë tona që thojnë the baby started to kick, se prej ati momenti kanë shpirt. 4 months. Before 4 months, është vetëm ashtu nuk ka shpirt. Prej 4 muajve, kjo është me rëndësi ju ta dini. Zoti na rujt, qofse dikush e humb beben, edhe bebja në barkun e nënës i ka 4 muaj ose më shumë, e dini që ajo bebe duhet mu varros qysh varroset një njeri. Në 1 do të m'ia lën emrin, në 2 duhet lahet, edhe në 3 duhet varroset qysh varroset një njeri i cili vdes. Bane men këtë. Tash edhe shteti australian, përpara ka qenë ndryshe, sa më keni treguar ju, tash qofse një bebe në spital vdes, stillborn, që zhidhojnë, ti nuk ke drejt me marrë beben qysh do. Ata thojnë shko edhe kontaktoje një funeral director, ata do të marrë me marrë. Ti si familje s'ke drejt. Pse se ajo bebja i ka të drejtat e veta. Per atë, pas 4 muajve, në qofë se qifti, burri dhe gruaja vendosin që mos ta mbajnë beben. Mos ta mbajnë beben pa arsye. A i ka bërë bebja 4 muaj, po s'jemi gati të kemi fëmijë. Zoti na rujt, abortimi i asaj bebes është sikur me mbyt një njeri normal. Se si tash ka shpirt, në qofë se vdes ajo bebja pas 4 muajve në barkun e nënës, duhet m'ia lën emrin me la, me vendos qefin edhe me varros qysh varroset një njeri normal i cili vdes. Edhe të njëjtën gjë, Zoti na rujt me abortu, me mbyt atë beben, është njëjtë gjënaj si me mbyt një njeri tjetër. Këtë ta keni konsiderat që ti tregojme fëmijëve tanë. Shumë me rëndësi. Pra, prej 4 muajve, bebja i ka të drejtat e veta. Edhe ne si prind e kemi obligim që me jep jetë, që me asiguru jetën fëmijës tanë prej momentit kur fëmija është në barkun e nënës. Zoti na rujt, qofse shkojmë te mjeku, ka pas raste të tilla që mjeku i thot të burrit ose atij njeriu thot, kur është pyetje kjo situatë, ti mund ta zgjedhësh ose fëmijën, beben, ose gruan. Zoti na rujt, kur vjen raste të tilla, feja islame thot me zgjedh gruan, jo beben, që t'jetoj, se pastaj ajo mund bëj fëmijë prap inshallah. A kupton? Ka raste, një rast tjetër që tregohet, e ke pa nga njëherë kur fëmija i ka 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, edhe shkojmë te mjeku thot ky fëmijë ka probleme shëndetësore. Ky fëmijë kur të lind do të lind me këtë problem, me këtë smundje, me atë smundje. Per atë është shumë me rëndësi që ato testet që i bëjmë ne për fëmijën. Tash e ke pa, mu më ka ndodhur juve kur i bën 2 muaj, 3 muaj bebe, i bën ato testet se a do ketë këtë problem, atë problem. Është me rëndësi ato testet t'i bëjnë para 4 muajve. Se para 4 muajve bebja nuk ka shpirt. Pas 4 muajve, edhe në qoftë se thot mjeku që kjo bebe ka këtë smundje, atë smundje, ti prap nuk ke drejt me abortu atë fëmijë. Mu më ka ndodhur raste një shqiptar që më ka treguar, tha fëmija i parë, gruaja ti ishte shtatzën me barë, edhe mjeku i ka thënë qofse lind ky fëmijë do të jetë me të meta, do të ketë këtë problem. Tha erdha në shtëpi, po bisedoj me zonjen, çka do bëjmë? Ky shoqëri ishte pak si fetar, tha pjalojmë Zotit.
çka ndodh, lëndot prej Zotit. Tha, më lindi fëmia pa asnjë tëmet, pa asnjë problem. Edhe tha, pastaj mendoja, çka sikur une kisha bërë diçka atij fëmije, ta kishëm aportuar, ta kishëm mbytur, Zoti na rujt. Nganjëherë mjek nuk i din tërë gjërat. Nganjëherë Allah e ndryshon gjendjen. Ne vetëm do të mbështetemi te ai, se ai është i cili e ndryshon gjendjen e njeriut, është ai i cili shëron çdo sen, çdo njeri, kështu që do të lidhemi me Zotin. Pra, prej 4 muajve, qofse një fëmijë në barkun e nënës vdes, ai i ka të drejtat siç i ka të drejtat secili njeri tjetër. Qofse juve më ka ndodhur shumë raste që unë kam larë fëmijë 4 muaj, 5 muaj, 6 muaj, hala që është në barkun e nënës. Edhe në Fokna është një special section aty vetëm për fëmijë. S'djekini e dini disa, edhe aty është në një varr që është i vendosin 4-5 bebe fëmijë në një vend ashtu. Edhe pastaj nëse ti dën me lënë emrin aty ose jo, varet prej familjes aty. Mirë po, edhe ai fëmijë, ajo bebe i ka të drejtat e veta. Përpara arabët i kanë mbytur fëmijët, Zoti na rujt, posaçërisht femrat, vajzat, si ju kanë lindur, i kanë mbytur ato. Allah i ka thënë Kur'an, la taqtulu auladakum khashyata imlaq. Mos i mbytni fëmijët e juaj nga frika prej varfrisë. Arabët i kanë mbytur vajzat e tyre për 2 arsye. Arsyeja e parë, se në besimin e tyre kanë besuar që vajzat sjellin varfri. Se ajo nuk mund të punoj sa punon një djalë, ajo mund t'i sjell turp familjes, a kupton? Këto 2 gjëra ka thënë më mirë mos të kemi hiç. Thuhet që Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, një prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, shpesh herë ai edhe qeshte, edhe qante njëjtën kohë. Dikush i tha, pse ti herë qeshe, herë qanë? Tha, pja tregojnë një tregim timin, tha, mua që më ka ndodhur, para se me pranu fenë islam. Tha, ma ka falë Zoti një vajzë. Edhe tha, arabët qyshe kam pas, para mendo, arabët para islamit, në atë moment kur gruaja e ka pas vaktin me lind, ata e kanë hapur një grop, e kanë hapur një varr, edhe ka thënë qofse është vajzë, me njëherë në varr. Subhanallah, kështu ka qenë gjendje e tyre. Thot, une kur më lindi ajo vajzë, unë nuk isha në shtëpi. Edhe gruaja e tij e kam shefur atë. Nuk i ka treguar që është vajzë. Deri në atë moment kur tha, vajza ime i bëri 5 vjet. 5 vjet. Edhe këtë është si arab që e kam pas, tha, une prej turpit, prej njerëzve tjerë, qyre këse ka bërë, tjerët e kam bërë, pi thëm gruas time, veshe vajzen me robat më të mira. Kur i kam thënë kështu, tha, gruaja filloi me qajt se e diti pse. Ma mos e bërë këtë, tha, vishe, dhe e mora vajzen, përdore, vajza 5 vjet, edhe tha, duke shkuar në shkretir, kërkon një ku ka një bunar, një well. Venet arabe ato janë shumë të thella, si pusqi, ashtu, bunar, edhe tha, unë tu i afruar afër, ajo tha, më kapte mjekrën edhe dorën, do thojte baba, ku po më dërgon? Edhe ky tha, kur afrua afër ati bunarit, tha, unë e shtyva, edhe e lash aty. E tash prej ati momenti, tha, kur e mendoj çfarë vajze kam pas, thoj ke une qeshem se ka qenë mirë, po gjithër qaj se çka i kam bërë asaj vajzës. Kështu ka qenë arabët. Do thotë, gruan, vajzen e kanë konsideruar sikur asgjë. E jo vetëm arabët, ju e dini grekët, francezët, indianët, ju e dini në Indian culture, në Hindu culture, kur gruas i vdes burri, i thojnë edhe se ata e djegun gjenazën, apo? A di çka bëjnë? I thojnë edhe gruas, edhe ti do të mu djeg me burrin tënd.
edhe e djegun edhe gruan për zgjalli me burrin i cili i ka vdekur. Që thojnë ti çka ke të jetosh pa burrin. Grekët, ata kanë thënë gruaja e kam pas, unë i kam librat që ka ata Aristotle ata kanë thënë gruaja e kanë bisedu a ka shpirt as ka shpirt. Gruaja a ka shpirtin si të burrit, a ka shpirt tjetër. E kanë shitur gruan qysh e shetim na që shesim pula ose ndonjë hajvanat ose diçka. E kanë vendos pazar, e kanë shitur, e kanë bler sikur të jetë Zoti na ruaj ndonjë livestock a diçka. Feja islame ka ardhur edhe ka ndaluar një gjë të tillë. Bile, feja islame ka ardhur edhe çka ka thënë, gruas do të m'ia jep edhe hisen e vet. Inheritance. Shokët e pejgamberit, ata përpara se kanë dëgju kur këtë punë. Ka thonë, o pejgamber, thot, na i punojmë arat, e punojmë tokën, na shkojmë në punë, na e bëjmë këtë edhe prap t'i japim inheritance grave, se gratë marrin, do thot djali i merr 2 hise, vajza e merr 1 hise. E dini këtë punë me fenë islame. Pse? Se djali do të me mbajt familjen e vet, ndërsa vajza kur martohet te burri ka obligim me mbajt atë. Tash kohë pejgamberit ka thënë kjo është shumë për gratë. A tash muslimanët gratë tonë thonë kjo është pak, se ne do ta kem 50-50. A pse si ndryshon puna? Me rëndësirë të të ndëruar, si që kam përmen edhe aty, ata i kam mbyt fëmijët e tyre nga turpi, muslimani e ka obligim me mirëmbajt fëmijën e vet prej momentit kur lind, gjëja e parë që është shkak, m'ia lën një emër të mirë. Një emër të mirë. Çfarë emri është i mirë? Një emër musliman, një emër shqiptar. Çfarë do emri që nuk bjen kundërshtim me fen, nuk ka asgjë të keq. Unë kam emrin shqiptar, Bekim, apo? S'ka të bëjmë me fe kur gjë ajo punë. Tash vendet tona, por edhe këtu, po flas për Shqipëri harroja, ata veç e kanë mbaruar punën. Po edhe në Kosovë, edhe te ju në Maqedoni, në Shqipëri, edhe në Malzi, tash i marrin emrat e huaj. Tash emri shqiptar thonë is outdated, o shumë i vjetër tash. Shkojnë ja lojnë fëmijës emrin Ronaldo, Leonardo, si emra çka po diun, Romeo, si çfarë ata braziliana dhe diçka din. A emrin, për shembull, emrin që kena pas Hasan ose emrat e vjetër, atë nuk i përdorin tash. Kjo është një gabim, ne do t'i ripërtrim emrat tanë, edhe me fenë islame është mirë që ne t'i ripërtrim emrat e prindve tanë. Apo, që ofse babai im e ka pas emrin Bajram, është mirë që dikush prej djemvje t'ja lën emrin e babait dikuj prej fëmijëve, ose emrin e gjyshit. Jo dini përpara i kena pas këto, ne shqiptare, tash nuk praktikohet ajo. Ajo është mirë me fenë islame, që të përtrihet emri i babait ose gjyshit. Kjo është si shej respekti. Apo, një emër të mirë, unë e them një emër se ne jetojmë në Australi, ndryshon. E ke pa, unë e kam pa një njeri e ka emrin Sheremet. Kjo është emër shqiptar nuket. Tash dikuj m'ia lën një fëmijën në Australi Sheremet, o shumë vështirë tjetri me thonë atë emër. Lënja një emër i cili është easy, është lehtë me theksu, mirë po edhe nuk shkurtohet ai. E ke pa tash krejt fëmijët tanë po i shkurtojnë emrat. Se disa prej tyre turprohen për emrave që i kanë, pra lejen një emër të mirë, shqiptar, musliman, për shembull emri Adem. Adam. Ky është emër edhe i pejgamberit, po është edhe emër edhe anglezët e kanë këtë emër. Domethënë edhe është fetar, edhe është lehtë to pronounce it. Domethënë gjej një emër që fëmia jot mos turprohet kur shkon në shkollë që dikush të bën do të thotë to bully him ose me bo hajgare me emrin e tij. Në qofse është mashkull,
ne është mirë me sunet që me i therë 2 kurban, qofse të linë një djalë edhe një kurban qofse linë një vajzë. Kjo është gjithashtu me fenë islame. Ne kemi obligim me i shkolluar fëmijët tanë, aq sa kemi mundësi, derisa ata të bëhen të Zotit e vetvetes. Ne si prind e kemi obligim mu kujdes për ta, me ushqyer me halal, në 2, me ushqyer ushqim që nuk i bën dëm atyre në të ardhmen. Unë e them kë fatkeqësisht disa prej me respekt po e them këtë, prej grave tona çdo ditë i ushqejnë fëmijët with McDonald's. They're lazy to cook, edhe thot every day McDonald's nuggets. E ti apo i bën dobi fëmijës me atë ushqim që është junk food, edhe pastaj fëmija 10 vjet, 20 vjet e ka sheqerin. 10 vjet, 20 vjet ka problem shëndetësor. Do me thënë, ti a ke bërë diçka që fëmija të ketë problem? Pra ne kemi obligim me ushqyer me ushqim të shëndosh, që ata kur mos të kemë problem pastaj me këto gjëra, këta fëmijë tash kanë probleme me high blood pressure, me diabetes, me këto gjëra që ne si kemi patur kur këto gjëra. Edhe ne i bëjmë spoiled fëmijët tanë. Ne i kemi halitur. Unë jam prej tyre, si secili prej juve. Kur keni qenë ju të vogël, kur kemi shkuar në darkë, dina, ne a kemi zgjedhë çka do që ka gatuar nëna jon, atë kemi grënë. A kupton? Tash fëmijët tanë, jo nuk e dua këtë, jo e dua këtë, jo se dua këtë, ne i afrojmë 20 gjëra përpara, ai s'din as çka të ham përpara, edhe ata bëhen spoiled, edhe pastaj nuk hajnë hiç. Do të më ndjekna për shtëpi, m'ju jap ushqim me zor. A është ashtu? Kjo është problem që besoj që të gjithë neve kemi problem, mirë po ne do të mundohem me ushqy ata me ushqim halal, edhe me ushqim i cili është nutritious, i cili është i shëndetshëm për fëmijën edhe shëndetin e tij. Gjithashtu e kam përmendur që fëmijët do të me i trajtu equally. Ja tregova, e kam biseduar këtë mbrëm ose parmbrëm, sa janë në shtëpinë tënde, vajzë, djalë, me kujdes për ta, me treguar dashurinë ndaj tyre të njëjtë. Mos e bëni atë dallim se është djalë ose është vajzë. Kjo është gjëna i madh për prindin edhe është gabim i madh. Sa janë me neve, do të më i trajtuar si të njëjtë. Gjithashtu, vëllezër të nderuar, ne kemi borx edhe me i mësuar fëmijët tanë. Sa të janë të vegjël, me i edukuar ata 2 gjëra. Në me edukuar për identitetin ton, kush jemi ne, edhe si kombëtar, por edhe si fetar. Qofse unë jam shqiptar, fëmijës mi tregoj, ne jemi shqiptar, ne jemi prej këtij vendi, ti do të më mbajt mend një gjë tillë, po të njëjtën kohë ne jemi musliman. Disa gjëra nuk lejohet t'i bëjmë, të hajmë këtë, ta pim këtë, këto gjëra ne si prind e kemi borx me u treguar fëmijëve tanë. Pastaj kur të rriten ata, kur i bëjnë 18 vjet edhe janë të Zotit e vetvetes, ne nuk kemi obligim ndaj tyre. Ne çka kemi obligim pastaj? Mi këshilluar ata. Biro, mos e bër këtë se nuk është mirë. Po në 18 vjet ne kemi mundësi pak a shumë edhe me sa jeton shtëpinë time, këto janë rregullat e mia. Këto janë rregullat e shtëpisë time. Sa të jeton në kulmin tim, ti duhet ta bësh këtë. Kur del shtëpinë tënde, të bësh i Zotit vetvetes, pastaj ti je përgjegjës për vetveten tënde. Po sa je me mua, këto janë rregullat. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj prindi për fëmijën e vet, ju e dini që zbaron kur do thot kujdesin ndaj tyre, zbaron kur lutja ndaj tyre, lutni për fëmijët e juaj që Allah t'i mbron nga çdo e keqe, t'i mbron në rrugën e drejtë. Edhe fundi që apo ju them, gjëja më e mirë që mund t'ja leni fëmijëve tuaj është mi tregu që Zoti është një edhe mi bërë gjërat për Zotin. Mos i thuaj bëne këtë, se qofse se bën, s'do kesh pasurie, puno shumë, respekto babën, qofse ti thua bëje për Zotin,
ai edhe sa është i vogël, edhe sa të rritet, ai do e vazhdoj të njëjtën gjë. Se e bën për Zotin, jo për ty, jo për atë, jo për atë. Ne shumë fokusohemi të punojmë sa më shumë të lojmë pasuri fëmijëve, po jo të lojmë edukat. Ti kur i le pasuri, nuk i len edukat, çka bëhet? Pastaj fëmijët luftojnë njëri me veti, cili po merr më shumë, cili po shet më shumë, cili po merr këtë shtëpi, atë shtëpi. Jo, t'ja lëmë spari edukatën, që edhe ne kur të plakim ata me na respektu neve, edhe me thonë, bab, nën, Allah ju shpërblet çka keni bërë për neve. Edhe nëse s'ke bërë kurrë për ata, edukatën që ja ke lënë atyre, kjo mjafton. Se sa më lan 10 shtëpi, edhe ata nuk e din Zotin që është një. Unë ju kam treguar fatkeqësisht aty që ka për fëmijëve tonë, të cilët vinë te unë dhe thonë, babai ende s'ka vdekur. A ka ndonjë lutje që me shpejtu këtë? Ose për Zotin, ose të smur në spital, thot pse ende s'ka vdekur. Thash, kjo pse më pyet mua, kjo është dorë të Zotit. Pa ka ndonjë lutje ashtu? A la pa vdek babai ose nëna? Ata planifikojnë qysh me i shitur. Si sta një hoqë, u merr njëri aty për Zotin kjo djeshti, ta me tha, a din sa bën kjo shtëpi? Pse po pyet? Ta atë ka vdekur babai? Jo, tha spital është. Domethënë e planifikojnë hala pa vdekur, sa do bëj shtëpia, sa do bëj ajo. Zoti na ruaj me këtyre gjërave. Allah na bëj për atyre të cilët i edukojmë fëmijët tanë ashtu si duhet.